Në vazhdim të punës mbi rolin e organeve të qeverisjes vendore në zbatimin e paketës së sigurisë në shkolla, nën prefekti Pogradesit, zoti Luan Maxhari, së bashku me kryetarin e bashkisë Ilir Xhakolli, zhvilluan takimin me institucionet përgjegjëse për këtë problem. Në takim nga përgjegjësi i zyrës arsimore Pogradec, zoti Raq Mangëri, u kërkuar që pranë çdo shkolle ku ka mungesa bashkia të realizojë vendosjen e tabelave dhe vijave të bardha, ashtu si kërkoi që policia bashkiake dhe ajo e shtetit të vijojnë me perimetrat e sigurisë dhe mbylljen e të gjitha subjekteve që shesin brenda shkollave. Vizimi në përvendet ku nxënësit hyjnë në shkollë. Kemi pasur problem tek shkolla Gjesh Pekmezi, e cila ka 3 biznese që operojnë brenda murit të shkollës. Keq na vjen dhe për ata se kanë ngritur, por nuk mund të vazhdoj me kjo situatë. Kreu i bashkisë Ilir Xhakolli tha se nga ana e institucionit të tij do të jenë në dispozicion të gjithë sektorët për të bërë të mundur realizimin sa më efikas të pikave të urdhëresës së nxjerrë nga ministri i Brendshëm.